Deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, paralajmëron për një krizë të thellë që po përballet Shqipëria për shkak të emigracionit masiv të rinjve. Sipas Vokshit, më shumë se 1.1 milion shqiptar kanë braktisur vendin gjatë dekadës së fundit, kryesisht të rinj. Ajo thekson se mungesa e shpresës, përjashtimi politik dhe rrjetet e patronazhit po i detyrojnë ata të largohen, duke minuar themelet e demokracisë. Kur rinia largohet, demokracia gërryhet. Shqipëria po humbet zërin dhe votën e të rinjve të saj. Sipas Eurostatit, 78% e azilkërkuesve shqiptar janë nën 34 vjeç, ndërsa raporti i fundit i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim tregon se 40% e qytetarëve me arsim të lartë kanë emigruar, tha Vokshi në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës në Strasburg. Deputetja paralajmëron se largimi i rinisë nuk është vetëm një krizë ekonomike, por një kërcënim i drejt për demokracinë dhe të ardhmen e vendit. Ajo kërkon mundësi reale, dinjitet dhe një zë të fuqishëm për të rinjt, që ata të qëndrojnë dhe të kontribojnë në Shqipëri.